u kuptu që pas vdekjes së Rugovës ndryshimet janë të domosdoshme. Sepse s'kish çka të bësh, duhesh të zgjedhësh presidentin e ri të Kosovës. Ndërkohë që Rugova nuk ishte lënë kurfar amaneti, as procesi, as fjala, as kishte inicu gjë në parti. Jo, në parti. Ai pa dhënë dorëheqje nëse nuk haron nga LDK, me sistem Sonjës Petersenit, i pa thënë shiko duhet të japësh dorëheqje se je presidenti i vendit. Edhe ja pa dërgu një letër OSBE-s atëherë, që unë nuk jam më kryetari i LDK-s, po nuk e pa të bë hapin e dy, si pa të permetu Sonjës Petersenit që do ta emënoj dikon si ushtrues detyre të kryetarit të LDK-s, po nuk e pa të bë atë. Kështu që jo, ka pas bisedime, ndoshta është herët akoma të hapen ato bisedime midis Goldbergut edhe presidentit, se çka të bëhet. Po pa ja përmend vdekjen, tash them këtë hapur. Do thotë, megjithatë nuk është dashmja, nuk e mund me ja përmend një njeriu si Rugova që mund të ndodhë më e keqja, është dash të mbajë gjallë optimizmi i tij, por jo, nuk ka pas diçka me shkrim, nuk është lënë diçka me shkrim për presidentit Rugova dhe u ditë që duhet të menaxhohet, sepse unë kujtohet në Patir Albert Rohani, me njerë qatë ditë që vdiq presidenti Rugova, shka do më thonë kjo, a shtyjën pa kufi këto bisedime, edhe i pa të më thonë, ne ma zvoni për një muaj ne jemi në vijen. Do të nështë ta kemi qenë optimist edhe unë edhe ti, po doli ashtu, se me 20 shkur do të fillojnë bisedimet e vjenës. Po ka qenë një dro e madhe e ndërkombëtarëve që me vdekjen e Rugovës tash kush di çfarë situate do të krijohet edhe ndoshta do zbaritet me muj kjo dhe aty fati i madh ka qenë formula e grupit unitetit. Ideja që do të bashkohet pushteti, kushdo që të jetë në pushtet edhe do të bashkohet opozita, kushdo që të jetë në opozitë. Kjo formulë është përmend edhe prej Goldbergut edhe prej neve na patëm dhënë intervista që nuk ndron formula, do të thotë nëse kryeministër është ky, ai mbetet pjesë e delegacionit, nëse ndryshohet, ai vjen tjetri. Dhe u zgjodh Çeku atëherë në fatmirësi e di u zot president Spari, edhe pastaj agim Çeku kryeministër. Dhe këtu një kontribut ke edhe ti të fatmirësi në konsultimet që janë bërë ti ja ke përmendë. Po, me ambasadorin Goldberg, domethënë objektivisht ka qenë zgjedhje natyrshme, Fatmiri. Megjithatë ka qenë pjesë e themeluesve të LDK-s, atij grupit të vogël fillestar, ka qenë sekretari i LDK-s për vitet tona, ka qenë i afërt me Ibrahim Rugovën, edhe nuk ka qenë i përfshim këto zënkat tradicionale të LDK-s. LDK-ja ka qenë pse ka pas njerëz më të afërt Rugova se Fatmiri. Po objektivisht Dasi ka qenë kandidati i natyrshëm për president, mos i kishte bërë ato gabimet e mëdha në periudhën e fundit të mandatit i sekretari i kuvendit edhe konfrontimin me Phil Goldbergun që e bëri. Pastaj pa të bëdhe një konfrontim kur kemi qenë njerëz bashku në delegacion me Javier Solanën në ditën e varimit. Në ditën e varimit, ta mundu bogati me forë Solana, tha jo, tha na sot kemi ditë ditë varimi dhe kemi punë tjera, do të thotë edhe se ai objektivisht ka qenë ma kryetari i kuvendit, çapo diun, po e mrama ishte që Fatmiri megjithatë ishte njeri që mund ta kryente atë detyrë, edhe u bë presidenti i vendit, po prapë u mendua që të ndrohet edhe kryetari i kuvendit edhe kryeministri i Kosovës për me kriju një stabilitet i brendshëm politik. Ai edhe ndodhi, u bë Agim Çeku kryeministri i Kosovës edhe u bë Kol Berisha kryetar i kuvendit Kosovës. Ideja fillestare ka qenë, besoj e din që Alush Gashi të bëhet kryetari i kuvendit, po Alushi nuk pa të pranu, edhe u pa të gjetë si zëvendësim Kol Berisha. Po çuditërisht edhe kjo u menaxhu relativisht mirë.